Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra, do ta trajtojmë temën e qiraxhiut duke u bazuar në aspektin fetar islam. Po të donte Zoti i Madhreshëm, do t'i krijonte të gjithë njerëzit njësoj, pra të gjithë njerëzit do t'i krijonte të pasur, apo do t'ju dërgonte të gjithë rrezik të bollshëm. Mirëpo ai me dëshirën dhe me vullnetin e tij dëshiroj që në mesin e tyre të ketë edhe të atill që ju çon rrezik të pakt, apo jo të mjaftueshëm sipas asaj që ne mendojmë. Andaj, vërtet nëse të dy palët, edhe të pasurit, edhe ata të cilët Allahu i ka sprovuar me rrezik të pakët, din ta menaxhojnë sprovën, din të përballen me sprovën ashtu siç duhet, të dy palët do të dalin fitimtar dhe do të arrijnë shpërblim tek Zoti i Madhreshëm. Muhamedi alayhis salam gjatë pejgamberllëkut të tij apo gjatë jetës së tij, ai shpesh herën kishte raste kur ballafaqohej me situata të vështira dhe detyrohej të merrte borxh nga të tjerët, madje edhe prej jo muslimanëve. E kishte raste kur edhe merrte diçka me qera. Mirëpo ai alayhis salam borxhin e paguante me kohë dhe qeran gjithashtu e kthente apo e paguante në kohën e caktuar. Por edhe ne besimtarët, edhe ne muslimanët, shpesh herë na ndodh që të marrim borxh nga të tjerët, apo ta marrim ndonjë shtëpi apo banesë me qera. Por jo gjithherë rrethonat na mundsojnë që borxhin ta kthejmë me kohë dhe qiran ta paguajmë në kohën e caktuar. Ndaj, në këto raste dhe në këto rrethona, borxhdhënësi apo qiradhënësi, pra duhet që ta afatizoj, pra t'i jep kohë më tepër borxhliut apo qiraxhiut në mënyrë që ai të ketë kohë të mjaftueshme ta paguan qiran apo borxhin e tij. Kështu na ka mësuar Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar, pra ai në një ajet kuranor thot: "Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Pra nëse ai borxhliu është në gjendje të vështirë, atëherë bëni një pritje derisa atij t'i vijë ndonjë çlirim apo ndonjë lehtësim, pra derisa Allahu xhaleshanuhu t'ia lehtësoj atij. Po nëse ja falni borxhin në emër të sadakas, pra ajo është më mirë për ju. Pra nga ky ajet, pra ne kuptojmë se ne si besimtar dhe si musliman, në raste të tilla pra i kemi dy mundësi. Pra ose t'u shtym borxhin, pagesën e borxhit ose qeras, atyre që kanë vështirësi ta paguajnë, ose në rastet më të mira pra t'u falim krejt, pra në mënyrë që t'u largojmë, domethënë këtë vështirësi. Pra kështu na ka mësuar edhe pejgamberi alayhis salatu vesselam. Pra që ne besimtarve t'u lehtësojmë gjërat e jo t'u vështirësojmë. Ai në një prej haditheve apo thënieve të tij ka thënë: "Yassiru wa la tu'assiru", pra lehtësoni e mos vështirësoni. Ne nuk e përjashtojmë mundësinë që ndonjëherë ka njerëz që e keqpërdorin aspektin e borxhit apo qeras. Pra ka njerëz që kanë për ta paguar borxhin apo qeran, por nuk e paguajnë. Për këto raste ka tërhequr vërejtjen i dërguari alayhis salam. Ai në një prej thënieve të tij thot: "Matlul ghaniyyi dhulmun", stërzgjatja e borxhit pra nga i pasuri është padrejtësi, është zullum. Po ashtu në një prej haditheve të tij, pejgamberi alayhis salam ka tërhequr vërejtjen se Allahu ka me ja dëmtuar pasurinë ai i cili ka mundësi me paguar borxhin e nuk e bën. Përndryshe, pra ne si besimtar, si musliman, pra nuk bën në asnjë mënyrë që vllaun ton ta largojmë nga banesa apo nga shtëpia në rast se ai nuk ka mjaftueshëm për ta paguar qiran. Pra ne duhet ta qesim veten tonë në pozitën e tij. Por sa kishëm dashur ne që dikush na largoj nga shtëpia dhe na lën në rrugë.
I dërguari alayhi salam në një prej thënieve të tij ka thënë: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk e ka arritur askush prej jush besimin e plot përderisa t'ja dëshiroj vllaut të vet atë që dëshiron për vete. Pra përderisa ne nuk ishëm dashur që dikush t'na përzë dhe t'na lënë në rrugë, andaj as ne mos t'ja dëshirojmë dikujt tjetër dhe mos ta detirojmë dikë tjetër që të mbetet në rrugë për shkak të mos pagesës qeras. Pra t'ja u lehtësojmë vëllezërve dhe motrave tona mundësinë e pagesës së borxhit apo qeras dhe t'u largojmë këtë breng, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në një hadith: ai I cili ja largon një breng, pra një vllau të vet musliman, pra një breng nga brengat e dunjas, Allahu xhaleshanuhu pra ka me ja larguar një breng prej brengave të ahiretit, prej brengave në botën tjetër. Andaj ne e lusim Allahun xhaleshanuhu që t'u ashton pasurinë dhe të mirat e tij ndaj jush. Zoti xhaleshanuhu ju shpërbleft. Allahu ua mundsoft që nëse ndodh rastësisht të keni vështirësi pra në pagesën e borxhit apo qeras, pra Zoti xhaleshanuhu ua lehtësoft dhe ua mundsoft që t'i kryeni këto pagesa me rregull dhe me kohë. Nuk themi tjetër për fund përveç se falënderimi qoftë Allahut, Zotit të botrave.